Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 11, vargjet 53. Do lexojmë, do shkojmë sot deri tek vargu 7. Do ta lexojmë deri 12, por do ndalemi tek 7. Por ndërsa ai u fliste atyre këto gjëra, skribët dhe farisejt filluan të zemërohen shumë dhe ta sulmojnë atë me shumë pyetje, duke ngritur kurthe dhe duke kërkuar të kapnin diçka prej gojës tij që ta akuzonin. Ndërka që mlodhen mira njerëz sa që shkelin njëri tjetrin, Jezusi filloi të thotë dishepujve të vet: "Parazithash ruhuni nga majaja apo tharmi i farisejve që është hipokrizia apo shtirja. Sepse nuk ka asgjë të mbuluar që nuk do të zbulohet, as shet që nuk do të njihet. Prandaj sa keni thënë në terr, pastaj sa keni thënë, pra gjithçka që keni thënë në terr, do të dëgjohet në dritë, dhe ato që përshpëriten në vesh, ndër dhomat brendshme do të shpallen nga çatit e shtëpive. Po ju them juve, o miqtë e mi, të mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por pasaj nuk mund të bëjnë asgjë tjetër, por unë do t'ju tregoj prej kujt duhet keni frikë. Druani nga ai që pasi ka vrarë, ka pushtet hell në ferr. Po ju them, nga ai keni frikë. A nuk shitën vallë 5 harabela për 2 para, megjithatë as një prej tyre nuk është i harruar përpara Perëndisë. Por edhe fijet e flokëve të kokës sua janë gjitha të numëruara, prandaj mos keni frikë, ju vleni më tepër se shumë harabela. Por po ju them, kushdo që më rrëfen mua përpara njerëzve, dhe Biri i Njeriu do ta rrëfej atë përpara engjëjve të Perëndisë. Por ai që më mohon përpara njerëzve do të mohohet përpara engjëjve të Perëndisë. Dhe kushdo që do të thotë fjalë kundër Birit të Njeriu do t'i falen atij, por atij që blasfemohet kundër frymës së shenjtë nuk do t'i falet. Dhe kur do t'ju çojnë nëpër sinagoga, paris dhe autoriteteve, mos u shqetësoni se si ose se çfarë do të thoni për të mbrojtur, ose se çfarë do t'ju duhet thoni, sepse fryma e shenjtë në atë orë do t'ju mësojë se ç'do të thoni. Amen. Kjo është fjala e Zotit për ne sot. Le ta mirëpresim atë si tillë. Siç thash, do të ndalemi në vargun 7 sot në predikimin, por e kam lexuar sepse është një shkojnë bashkë. Siç e vut re në lexim, nuk do ndalem për shpjeguar këtë, do flas edhe herën tjetër, por siç e vini re, atje gjenden personat e shpirtit shenjtë, kështu që herën tjetër do flasim për rrëfimin e birit dhe për fuqizimin e frymës apo blasfemin. Vargjet që do shohim sot vijnë pas një historie edhe një ditë të gjatë. Marrni mend, historia, dita ka filluar në vargun 14, kapitullit 11, kur Jezusi po të bonte një demon dhe shëroi një memec, bëri një mrekulli. Edhe bëri një mrekulli hapur në sytë e të gjithëve. Atje ishin turma njerëz, popull, farisejt. Por farisejt vend që t'ia atribonin, e tham dhe herën tjetër, t'ia atribonin këtë mrekulli Birit të Perëndisë Jezu Krishtit, vetë thanë që ai bën këtë mrekulli me pushtetin e Belzebubit apo djallit, duke atribuar jo Birit të Perëndisë. Pastaj Jezusi ju bën atë mësim për dritën, llampën e trupit, për mënyrën se si duhet të shikojnë gjërat. Ata e kanë Birin e Perëndisë përpara syve të tyre dhe nuk e shohin, nuk e dallojnë. Janë gati të shohin gjithçka tjetër, përveç çka duhet shohin, dhe folën për shikimin e vërtetë. E pasi ka dhënë këtë mësim pas kësaj mrekullie, në pasazhin që pam herën tjetër në 37, një farisej direkt pas asaj mrekullie, një farisej fton për drek. Në fakt disa farisej dhe skrip, pra mësues të ligjit, ishin pranishëm dhe duke vënë re që Jezusi kur hyri për të hangër drek nuk i lau durët. Këtë rit që nuk është një kërkesë biblike, po është një rit i shtuar nga skripët dhe farisejt. Ata u mërzitën, u çuditën që Jezusi nuk lau duart. Pra, nuk e pan Jezu Krishtin duke bërë mrekulli, nuk e dalluan kush është ai, por shikojnë një detaj të vogël të pastrimit. Edhe folën për pastrimin e vërtetë, folën për fetari, rrezikun e fetarizmit dhe rrezikun e mësimit rrem. Bani mend? Dhe Jezusi në gjitha ato vargje që shikuan pastaj, ju merr hov, le të themi kështu, në atë drek ju merr hov farisejve dhe skribeve, duke i shërtuar rënd, duke ju thënë 3 herë farisejve dhe 3 herë mësues, skribë, mirë ju, edhe kemi folur
atë mirë ju. Me që Jezusi ishte i drejtuar gjatë drekës, kur ishin ulë me hangër, pra dhe nuk e di si ka shku tani ngrënia, se kanë qenë duke në këtë bisedë goxha të rëndë, por një gjë është e sigurt që atmosfera në fund këtij vaktit ishte mjaft e tensionuar. Mjaft e tensionuar dhe shikojmë sa e tensionuar ishte menjëherë. Të thuash se farisejt dhe skribët ishin thjesht mërzitur, është në vletësim, është gjë e vogël. Ishin tërbuar. Nga ajo që tha Jezusi. Ishin tërbuar. Edhe vëm re, nga e kuptojmë që ishin tërbuar. Në vend që të pendoshin, në vend që të kthenin rrugë, ata i marrin fakt revansh Jezusit. Edhe shohim reagimin e tyre në vargun 53 dhe 54. Ata nuk u penduan, as nuk reflektuan, por u përpoqën ta fusnin Jezusin kurth. Ata u zëmruan shumë dhe e sulmonin, dhe kjo tregon gjendjen dhe qëllimet e tyre, gjendjen e zemrës tyre dhe qëllimet e tyre. Ata filluan me pyetje dhe me provokime, vinire me provokime që të mund të thoshte, që ai të mund të thoshte diçka gabim, që të mund të akuzonin. Për të përshkruar sjelljen e tyre, Luka Ungjilltar, kur flet për sjelljen e tyre, kur përdor fjalorin, pjesët fjalët që janë përdorur në fjalorin, pra që është përdorur në këtë pjesë, apo gjuha që është përdorur, është një gjuhë apo një fjalor që përdoret për zgjuetin apo për ngritjen e kurtheve apo zgjuetisë së kafshëve egra. Kur deni pra me vran një ari, apo me vran një luan, apo një tigër, apo një kafshë egër. Fjala ngrinin kurthe është pra ato, si më thënë, për të ngritur prita që të bëhen për kafshë egra për t'i zënë qark, pra vinër kanë vënë një qark diku në një shteg, dhe pastaj dalin disa burra dhe njëri të e trem këtej, të i bë presion apo të i futi i provokim këtej dhe tjetri këtej me e shty me e çu drejt kurthit, me e çu drejt pritës, me zanë në prit. Pra kjo fjala këtu duke kërkoni pra ta kapnin, ta zinin, kjo there usaj në greqisht u përdor në këtë pjesë pra për ata gjuetarë që përdorin për të kapur kafshë egra, për të ngritur kurthe Jezusit. Kjo tregon shumë për gjendjen e tyre. Shiko, me ndodh një incident rastisht, je duke ku do ndel në i thu në i laf kështu, po me ngrit një kurth, për shembull me organizu i takim ai kafa e gjatë, por me ngrit një kurth për të kapur apo për të sulmuar, dikën tregon gjendje të rëndë të zemrës edhe të zemrimit. Kjo tregon shumë për gjendjen e tyre fetare, këtë gjendje fetare dhe zemruar. Fetarizmi pa gjendje këtë fetarizmi, pa një natyrë të re. Pa një natyrë të re, pa një zemër të rilindur prej Perëndis. Është vetëm se shtirje dhe standard i dyfisht që fsheh për brenda zemrim. Më duket nga jashtë si dashuri, si ëmbëlsi, por është një standard i dyfisht që tregon hipokrizi dhe që fsheh për brenda zemrim. Në të njëjtën kohë që kjo po ndodh, vjen re pra, ata janë zemëruar, janë të ngritur kurth për ta zënë Jezusin, ata pra komentarët thonë këtu po e ndjeknin shteg mas shtegu për ta futur ku për ta zënë Jezusin si një kafshë egër. Në të njëjtën kohë që kjo po ndodh, kjo drek, Jezusi i qorton ata rëndshëm dhe këta ngrenë këtë kurth për të zënë Jezusin, ai me gjas tani është ngritur nga shtëpia, nga dreka, se dreka nuk shkoi aq mirë siç e vini re. Dhe pastaj sa po del në kapitullin 12 vargu 1 thot, dhe me njëherë thot, njerëz ishin mbledhur, aq shumë njerëz, pra me mira njerëz ishin mbledhur të dera apo dikun jashtë aty, sa po shkelin njëri tjetrin. Tani, sa njerëz kanë qenë kur thot të mira, sa njerëz kanë qenë kur thot mira? 10.000, 20.000, 30.000, komentarët luajnë këtu, minimumi është 10.000. Tani, kjo fjala këtu mira, sepse greket kanë për numri më i madh në greqisht në lashtë ishte 10.000. 10.000 dhe është kjo fjala mira. Dhe tash kur ju them juve, shpesh ju them unë kur përdorin ai fjalë të greqisht, ju them, shiko, greqishtja ka nga shqipja dhe më tani këta shokët e mi thoj, doli çakoja. Fjala në greqisht këtu është
për këto mira, që do thot 10.000, është mira, është me u, si më mes us dhe si më parasigurit të fol nga dibra apo nga mirdita, mira, është në greqisht mira. Kjo është fjala, që do thot 10.000. 10.000. E shohim të veprat e apostujve, që është e njëjta fjalë atje, dhe veprat e apostujve 19 është për ta ilustruar këtë, sepse ka mundësi që janë minimum 10.000 ose janë 50.000 njerëz aty. Tek veprat e apostujve 19 thotë dhe shumë nga ata që ishin marrë me magji, i sollën libra dhe i dozhin përpara të gjithëve, dhe si i llogaritën çmimin e tyre, gjetën se kishin 50.000 copa argjendi, 50.000. Këtu është pente myra, është 50.000, 50.000, 5 myra, 50.000, 50.000 është 50.000, okay? Kur thot tani kjo myra, minimum janë 10.000, 10.000 është në standard, por mund të ishte 20.000, 30.000, sa njerëz ishin mbledhur, sa po shtymtin njëri tjetrin. Prandaj tek zbulesa kur thot për anxhin, thot ishin 10 dhe 10 mira dhe 10 mira, sepse nuk ka 100.000, 200.000 në greqisht, vetëm 10.000 të e përsërit disa herë, 10.000. Dhe Jezusi mes gjithë tyre njerëzve ju drejtohet dishepujve të tyre, por jo vetëm atyre, pa të gjithë po dëgjojnë, po Jezusi këtu kryesisht i drejtohet dishepujve të tyre. Pse ju drejtohet Jezusi këtu dishepujve të tij? Sepse vini re. Jezusi ju ka folur ran farisejve dhe skribëve, ata janë duke ngritur kurth për ta vrarë. Që ose janë duke ngritur kurth për ta vrarë Jezusin dhe i ka minimumi 10.000 vet jashtë apo 50.000 vet jashtë. Ju e dini efektin e turmës, që ose farisejt që ishin lider fetar thonë kapni këta dhe vritni me gur. Edhe nëse dishepujt e tij ishin minerancë, do ishin në këtë presion, për puna ishte çfarë do bënin këta, do ta mohonin Jezusin, do të merroheshin nga frika e 10.000 deri në 50.000 njerëzve që ishin tek dera. Ata janë shumë fuqishëm, ata janë më të mëdhej. Dishepujt janë pak dhe të friksuar. Nëse rrëfejnë Jezusin, ata do t'i sulmojnë me gjashtë, ndoshta për shkak turma është aty. Ndoshta dishepujt janë duke menduar, po shiko, ne e duam Jezusin, se këtë e bëjmë edhe në kohën tonë. Shiko, e duam Jezusin, po s'mund na me dalë kaq hapur, kaq publikisht. Le të marrim si dy standarde. Kur jena me Jezusin, e duam Jezusin. Shkojmë me Jezusin, po nëse na vinë njerëz, s'ke nevojë, mos ke nevojë mu me tregu shumë fen tanë, besimin tanë. Mos e bën shumë publik. Kështu si gjysëm i kam anaj, pak anaj, pak tej. Mos e egzagjero shumë. Mbaje për vete. Problemi është që Bibla nuk njeft krishterë, do shohim edhe këtë që do të kush më mohon mua, unë do ta mohoj, kush më rrëfen mua. Bibla nuk njeft krishterë jo publik, privat, nuk njeft. S'ka asnjë vend që Bibla rrëfen tregon për besimtarët krishterë privat. Në privat, jo publik, që nuk e tregojnë besimin e tyre, që e fshehin besimin, nuk e njeh këtë koncept. Është koncept modern, por nuk është biblik. Nuk është biblik. Ndaj atyre që rrëfejnë se besojnë se i besojnë atij, ai u drejtohet, sepse vini re. Jezusi është nisur për Jeruzalem, atje do kryqëzohet. Dishepujt e tij do të përballën, mani mend, ma vonë thotë do t'ju kapin, do t'ju çojnë në sinagoga, do t'ju rrafin, do t'ju përsekutojnë edhe ju si mua. Jezusi pastaj thot atyre, para zgjithash vini re çfarë paralajmërimi për dishepujt e tij, por që dëgjojnë edhe të tjerët, kush ka në mend mu bë dishepull Jezu Krishtit. Dishepujt e tij dhe ata që kanë dëshirë të bëhen dishepujt të Krishtit. Thot para zgjithash ruhuni nga majaja apo tharmi, duhet të jetë këtu se maja është koncept modern, tharmi i farisejve që është hipokrizia apo shtirja, ndyshe hipokrizia është fjala shtirje. Tani nuk e di ju që jeni rritur në kohët moderne, po në kohët kur jam rritur, nanat tona kur pjekin bukë, e banin bukën se s'kena pas shumë ajo që e merr ciblet, kjo me kokra që e merr hell me lugë, e kupton? S'ka pas atëherë. Buka mbruhej me çfarë? Me tharm. Din çfarë është tharmi i bukës, e themi ne. Tharmi, kur s'kishim çdo shkëna merr pak tharm bukët apo tharm kosit, e njëjta gjë. Te kojshia, tharmi i bukës është kur ti e mbrun bukën, bruka është fryrë, gati për të pjekur. Dhe pastaj je gati me fut në furrë ti merr një copë, 10% të bukës. Buka është 1 kg. Merr 100 gram të asaj brumit,
edhe e lën tepsi, e mbulon me një pec apo me një ngap me një gjë, edhe e fut pjesën tjetër të pjekët. Ditën tjetër merr brum dhe ujë të freskët, e përzihen, po jashtë llaç, nuk është i frym, dhe e përzihen me këtë masën që është tharmi, dhe kur e përzihen e nxjesh, kjo tharmi, kjo buka që është tharma, është e fryrë, e tharton, pra jep enzimat. Kjo tamam është pra më jashtë me e thartu, me e prish. Kosi është qumësht i prishur, i thartuar, okay? Edhe e tharton bukën, e shton ekzimat, e shton dhe e tharton apo e fryn, po fryt pra shpërndahet, hapet me gjithë pjesën tjetër të brumit. Dhe pastaj njëjti proces përsëritet dhe përsëritet. Shtirja pra është edhe hipokrizia, për ta ditur është luash rolin si fetar që i banin si fetar. Është një mungesë vetdije dhe sinqeriteti. Kjo do thotë se nuk e njeh veten mirë. Kur hiqesh, kur je hipokrit, kur shtiresh, nuk e njeh veten mirë. Është një mëkat gjë. Disa teologë thonë që kjo është një mëkat karakteri. Është mëkat karakteri, një mangësi morale, thot Hughes. Komentarin e tij është shtirja nuk është vetëm një ajo, si më thon, vetëm për vete. Shtirja apo hipokrizia, vjen që thot, ruhuni nga majaja farisejve, pra kjo tharmi farisejve, që është hipokrizia. Tani tharmi që vetë jetë kishte që thamë ne? Ka veki për të infektuar, për të shtuar, për të kapur dhe tjerë, që ose kena një hipokrit ban 2 hipokrit, ose një shtirës ban 2 shtirës, 7 shtirës, 12 shtirës. Qëllimi është mi bë gjithë si vetin, pse që mos mu dallu, me kanë tani se që nuk dallohesh kush është shtirësi si më i madh apo hipokriti më i madh. Për të shtuar, për të infektuar të tjerët, për t'ju flasë të tjerëve në vesh, për t'ju folur të tjerëve në vesh. Te 1 Korintasit, apostulli Paul kur është duke mësuar për ringjalljen, kapitullin 15, është një kapitull i gjatë që flet për ringjalljen. Pra lëmrën për këtë infektim që dikush mund të vijë dhe mund të flasë, dhe mund të thojë një gjë që është e pavërtetë dhe të tharton, apo të infekton, apo të mbron gabim. Pra ai thot, pa ringjallje është e kot, ne mburremi kot. Si ja vlen thot. Nëse si luftova thot në Efes, pra flet për ringjalljen se ne për shkak të ringjalljes kena shpreh. Thot nëse te 32 thot nëse një njeri luftova me bishat në Efes, çdo bi kam, nëse të vdekurit vinë nuk ringjallen, le të hamë të pim, sepse nesër do të vdesin. Thot mos u gënjeni, vëllezër motra, mos u gënjeni. Shoqërit këqija prishin zakonet mira. Vini re, tharmi, ma sipër, ka shku dikush duke folë në vesh. Po çfarë më merresh me Zotin, me Krishtin? Me baje shenjtë sepse do ringjallesh. Hajde më të hamë të pim, se s'ka ringjallje. O, a thu s'ka ringjallje? Po le pra po ikon, ma me thartu, me të folë në vesh. Thash ata me të folë në vesh. Vëllezër, keni kujdes shumë. Kur i flisni dikujt në vesh. Ata s'të duan. Ata s'kujdesin për ty. Ata është tharm i farisejve, është mëkat. Hipokriziet. Që don të vënë dyshim besimin. E të vërtetës se përëndi siç bajnë këta në Korint që thot, shoqërit këqija thot Pali, prishin zakonet mira. Një person, s'kemi kohë për ta thënë këtë shembullin, e lëm për një herë tjetër, por pra, keni kujdes. Ki kujdes. Dyshimet, a u ringjall Jezusi? U ringjall. Le të hamë të pim, se nesër do të vdesim. Në fakt, nga vjen kjo dëpsi? Besimtarët e vërtet kanë frikë Zotin, gjeni këtë. Ndërsa hipokritet apo të shtirurit kanë frikë njeriu. Kjo është dallimi. Kanë frikë njeriu. Dhe Jezusi na jep 3, si më thënë, antidote këto, si më thënë, ilaçe, si mund ta luftojmë elemente, si mund ta luftojmë këtë shtirje. Ndjojmë këtë se besoj që na mund të na ndihmojë, se gjithë kemi një masë. Gjithë jemi këtu në përfshirë, nuk ka asnjë, dikush më pak, gjithë jemi në një masë hipokrit. Nuk ka asnjë që s'është. Unë është sa jemi. Okay? Tani cilët janë për gjithë ne?
Si ta luftojmë këtë? 2 dhe 3 na ndihmon për këtë. Jezusi thot, ashtu më dhanë, pra, e para është gjithçka do të zbulohet. E vërteta do të dalë në shesh. Pra, a dhe me luftu hipokrizin dhe shtirën dukjen, mos u lodh kot, mos e bëj, se do dalë e vërteta, do zbulohet kush je ti. Kjo është, më thënë me fjalë tjera, do zbulohet, ti mendon se je ndryshe, ne kujtojmë se je ndryshe, do zbulohet, do dallohesh kush je ti. Kjo është më thënë me fjalë. Thot sepse gjithçka do zbulohet, Perëndia do zbulohet, do shpalohet vërtetën për secilin prej nesh. Sepse te Perëndia nuk ka asnjë gjë të fshehtë. Dhe kjo fjala këtu e fshehtë, fani thot diçka që është e fshehur apo që bëhet në terr. E mani mend njëjtën fjalë ka përdorur Jezusi tek 11:33 kur thot për dritën një llam nuk fshihet, por lihet lart për të parë. Pra siç një llam ti e fshet dhe nuk bën dritë, do dalë dhampa dhe do bëjnë dritë. Një gjë atë që i fsheh, do e nxjerrin prej poshtë, do e dhajmë lart, do duket, do shfaqet. Është njëjta fjalë. Shikoni njerëzit për një kohë mund ta fshehin diçka apo disa gjëra, por jo për shumë kohë. Të paktën për një ditë kjo nuk do fshihet. Në fund në ditën e gjykimit, gjithçka do të dihet dhe do shihet. Njerëzit mendojnë se kanë thënë apo bërë gjëra në fshehtësi, por gjitha do të dalin dritë. Gjoni këtë. Gjitha do të dalin dritë. Vjen vargu 3. Çfarë keni thënë në terr? Çfarë keni thënë pra dikur në terr të kujton se shef kush nuk dallon kush. Çfarë keni thënë në terr do të dëgjohet në dritë. Dhe ato që janë përshpëritur në vesh në dhoma, pra hinë në dhoma, manë se as më thënë, kam bërë këtu. Çfarë thot në dhoma hotelit në konferenca? Do dëgjohet. Kena një shprehje në shqiptarët edhe muret kanë vesh, edhe muret kanë vesh. Po të qellon ka herë mund të qellojnë që je afër me dhomën, që mund të jenë duke fol për ty edhe ngjan. Edhe muret kanë vesh, por edhe nëse nuk e ngjan, nuk qellon, një ditë thot, ata që i kanë thënë brenda dhomës, brenda mureve, mure trasha, që mendojnë që nuk ka lënë fjala për te murit. Në veshjet e Perëndisë ka shkuar. Ajo që është thënë në dhoma, me muret fshehta do të shpallet mbi çatit e shtëpive. Tani ju e dini, e kam folë shpesh këtu se si janë çatit e shtëpive të hebrejve. Çatit e shtëpive hebrejve nuk janë si te na me tjegulla, se në çatit të tona bëmë hy duhet më muajt se je kështu si në zgrip. Kështu edhe duhet më muajt se rshket i firme ti koma, shkon bashkë me zgjethet. Çatit në Izrael janë solet, të rrafshta dhe ka një mur anash, që mos murzu fëmijët, ashtu më thon, ato shtëpia që kanë të pastërve, që janë me mur një gjysmë metër edhe solet dhe përdorej soleta atyre për festa, për ditëlindje, pra kur qytet ditëlindje delnin solet, se gjithë ishin dhomat e vogla me krevate pak vogël, gjithë delnin në solet me festuj ditëlindje, apo i dasëm, apo kur do të me lajmëru dikush me bë tallall, ej, ka lind djali. Deltën solet shtëpis. Slart edhe ishte një mënyrë për të shpallur. Ato që thonë më në dhomë, poshtë dhomës, do të thuhen mbi soletën, mbi çatin e shtëpisë do shpallen si tallalli për ta nxjuar gjithë lagja. Çdo që thon Jezusi këtu, është pak e fortë. R.C. Sproul është i rëndë, më i rëndi që kam lexuar në gjithë komentarët që kam lexuar këto 3 ditë e fundit, një 10 më shumë. Kështu që unë jam të merruar kur jam munduar për ta kuptuar. R.C. Sproul flet fort. Çdo gjë që ne themi në fshehtësi, që s'duam që njerëzit ta dinë. Çdo gjë që bëjmë në fshehtësi, që s'duam që njerëzit ta shohin, do të shpallet me zë nga çatia. Nga çatia. Gjithçka që ne kemi thënë ndonjëherë, dhe çdo gjë që kemi bërë do të shfaqet në ditën e gjykimit. Edhe pse hyrja jon në qiell, gjoni këtë, nuk po themi që do shkojmë këto edhe pse hyrja jon në qiell, pra shpëtimi jon hyrja në qiell. Nuk varet nga veprat tona. Varet nga çfarë e ka bërë Krishti për ne. Janë 2 lloj gjyqjesh, pra në kuptimin e parë ne kemi kaluar nga vdekja në jetë. S'kalojmë në gjyq, pra në kuptimin e jemi shpëtuar. Por çdo besimtar do kalojë në gjyqin si besimtar për veprat, për mënyrën se si e ka jetuar jetën e krishterë në Krishtin. Edhe pse jemi drejtësuar me anë Krishtit, jo me anë veprave, për çdo vepër tonën do të japim llogari.
E vërteta për bindjen tonë, sa jemi bindur Ungjillit, sa jemi bindur Zotit. E vërteta për bindjen tonë, për shenjtrimin tonë, për rrëfimin tonë besimit. A e kemi fshehur apo e kemi treguar kush jemi? Do të shfaqet atë ditë. A ditë karakteri, thotë vazhdon Arsis Proll. Ka shumë për ka marrë disa pikanta. A ditë karakteri çdo njeriu, dëgjojmë, se sot nuk e kuptojmë ndoshta çfarë karakter, nuk e kuptojmë krejt karakterin e njëri tjetrit, apo as vetes tonë. A ditë karakteri çdo njeriu do të shfaqet qartë në dritën e Zotit dhe në shikimin e tij, edhe vetes tonë. Që të mund të mos kemi më, thotë në ditë, nuk do kemi më asnjë pikë vetë mashtrimit për veten tonë. Do të qartësohet gjithçka. Pra nëse ke menduar që pak i mirë, pak e ditë do ta kuptosh tamam dhe nuk mundesh më justifiku veten. S'mundesh më zbukuru. Qarta siç që je, do ta kuptosh ti vetë, nëse e ke vetë mashtruar vetë. Por herë të parë, ne do të shohim veten tonë, thotë Arsis Proll, si qemi në vërtet. Se tash nuk e shohim tamam se qemi në vërtet. Por herë të parë. Dhe ai thotë që atë ditë, që ose për shembull kur shkojmë njëri tjetrin me kafshë, shiko Andrea ki bë këtë kështu, po jo se a dim pse e bana, ai justifikojnë për atë gjë një mënyrë për me zbukuru. Thotë atë ditë ka që qartë, ka që ditë, ka që fjalë për fjalë, ka që bash ballahapur është kjo, sa askush nuk ka asnjë gojë për thënë jo po, s'ka më jo po ndoshta. Por është këtë qartë veç fal. S'ka çfarë më justifiku. A jemi gati për këtë? Vëllezër modra. Kjo ishte pjesa e parë. Si ta luftojmë hipokrizin apo shtirjen, është duke e ditur, duke qenë bindur, se po del të fjalë prej gojës së Jezusit, se çdo e vërteta në mënyrë absolute dhe çdo fjalë e vërtetë do të zbulohet. Do të shfaqet. Ti do të jesh i qartë, i bindur për çfarë ke thënë, ke bërë, menduar. Tjetër. Frika e duhur. Vargjet 4-6. Që të mos jesh i shtirur apo hipokrit, sepse e tham, shtirja nga sa vjen? Nga frika e njerëzve, nga dukja për njerëzve, për të dukur, për të shfaqur ndryshe etj. Sepse ke frikë njerëzit. Pra tham, ata dishepujt mund të arrestohen nga farisejt, mund t'i vrasin trupat e tyre, por pas asaj s'mund bëjnë asgjë tjetër. Shiko, frika, në këtë frika është e mirë. Frikën e ka krijuar Perëndia. Ne shqiptarët themi vetëm budallaj s'ka frikë. Frika është e mirë. Frika është një mekanizëm mbrojtës që e ka krijuar Perëndia në ne. Pra kur shefi gremin, nalesh se ka shumë hidhe fluturon ti, ose shef luanin ikën, se po pas frika është një mekanizëm mbrojtës. Por frika e gabuar, frika kur s'ke frikën e duhur, por ke frikën e gabuar, nuk është mekanizëm, nuk është mbrojtës, është paralizues, paralizon. Jezusi thot këtu, dhe ju drejtohet vinjëre e thot, po ju them juve o miqtë e mi, është i vetmi vend në Ungjillin e Lukës, në gjithë sinoptikët e tjerë përveç Gjonit, që Jezusi drejtohet dishepujve o miqtë e mi. O miqtë e mi, jo kam shokë jam, gjë mua. E çai thot, o shokë jam. Mos ki frikë nga ata që vrasin trupin, pra nga njerëzit. Por ata pastaj s'mund bëjnë asgjë. Maksimumi që mund bëjnë njeriu na vret trupin. Asgjë s'ka ndorë më shumë. Por keni frikë prej kuj? Kur e thash një herë një tente këtë vargun, mos keni frikë nga njerëz, por keni frikë prej atij që pas si të vras trupin, ju çon edhe shpirtin tuaj nga hena. Kush është ky personi? Kush? Perëndia. Disa thonë, o djalli, se thonë sa është i rik, djalli. S'ka asnjë varg në Bibël, për t'ia thënë, s'ka asnjë varg në Bibël, është për Perëndin këtu, është Ati, këtu keni frikë nga Ati, pastaj thot biri, pastaj shpirti i shenjtë, tre personat e trinistu. Nuk ka asnjë varg në Bibël kurkon që thot keni frikë djalli, vetëm keni frikë Perëndin gjithmonë. Për djallin thot largohu nga djalli, rezistoni djallit, për t'i rezistuar, për t'i larguar. Por asnjë vend për t'ju friguar për djallit, sepse djalli është djalli i Perëndis. Por unë po ju them o miq, mos keni frikë ata që vrasin trupin, por prej Perëndis, që pasi keni vdek, pasi ka vrar, ka pushtet. Vini re, djalli nuk ka pushtet çoj ti kanë ferr. Mund ta tundoj,
që të mëkatoj që të shkojnë në ferr, por nuk dërgon dikën në ferr. Ne nuk dërgojmë dikën në ferr, ne mund të mëkatojmë, mund shkojmë në ferr për shkojmë mëkatit ton, ne mund ta vrasim dikën dhe ai është mëkatar dhe e gjykon Perëndia e dërgon në ferr, po as kurkush nuk dërgon dikën në ferr. Vetëm Perëndia dërgon dikën në parajs, vetëm Perëndia dërgon dikën në ferr. Keni frikë nga ai që pasi ju ka vrarë, pasi ju ka marrë trupin, ju ka dorë dhe shpirtin. Ju ka dorë dhe shpirtin. T'ja hell në ferr. Dhe njëri që thotë, po ju them prapë përsëri 2 herë, kur ka përsëriti, marrën kur për Jezusi përsërit është e rëndësishme. Po ju them prapë, nga ai të keni frikë. Nga Perëndia të keni frikë. Sepse ajo çon atje, pra Gehena këtu është vendi, mos marr shumë kohë për t'ia shpjeguar, këtu po ishte vendi ku bëhej sakrifica mbretërit vitet e tyre, Lugina Hermonit, edhe aty pastaj u bë vendi me Turinave, Josia mbylli mbreti, u bota që vendi si më han, ku çojnë këtu si quhet ky sharra, si më ky vendi ku çojnë me Turinat dhe digjen me Turinat, i vendi mbret ku atje nuk pushon zjarri gjithkurrë, sepse janë tu djeg me Turinat, ditën tjetër shkon kamioni me Turinat tjetër dhe zjarri prandaj ka imazhin e ferrit që zjarri s'pushon kurrë në vendin e Turinat, në vendin e papushueshëm të zjarrit. Frigoni Zotit. Shumë dashur, frika e Zotit sot është jashtë mode. Është jashtë mode në kishat ungjillore. Ato kanë qef të shpërndajnë, të flasin, të zgjatësojnë për dashurinë e Perëndisë. Frika jonë ndaj Zotit nuk është një frikë të merruse, nuk është një frikë që është kundërshtim me dashurinë e Perëndisë. Perëndia ynë është i drejtë. Perëndia ynë është i shenjtë. Dhe kush është trama, çfarë thotë? Kush është trama? Trama e njerëzore. Kur një njeri mëkatar del përpara një Perëndie të shenjtë, ai traumatizohet, friksohet, nuk mund të qëndrojë dikush në prezencën e Perëndisë shenjtë. Siç thotë Hebrejt, gjëja e mërshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë gjallë. Kjo është trama e shenjtërisë. Ai është i shenjtë, është i drejtë, është i dashur, por nuk është 70% i dashur dhe 30% i drejtë, apo 30% i shenjtë. Është 100% i shenjtë, është 100% i drejtë, është 100% i... Ja, po pse kemi qejf të flasim vetëm për këtë? Frika e Zotit, kur flasim për frikën e Zotit, nëse nuk flasim për një frikë paralizuese, që është ai një kriminal që do të na vrasë etj. Po është një frikë nderuese, është Ati ynë, ai ka dhënë Krishtin për ne. Si mund ta turproj, si mund ta bëjmë këtë gjë përpara Tij? Është sikur babi vjen në shtëpi, edhe vajza më një herë, nëse është për shembull pantoll të shkurtër, ose ka për shembull, me një qendrim, eri pa ka turp, ka një nderim. Është prindi, është baba, është autoriteti. Ne duhet jetojmë si përpara syve të Tij, coram deo, siç thonin reformatorët. Sepse duhet ta kemi frikë Zotin, sepse frika e Zotit, frika e vërtet nxjerr jashtë frikën njerëzore, nxjerr frikë çdo frikë tjetër. E kam përdorur një herë një shprehje, ne mund ta kemi frikë i qen. Kena shumë frikë natyrën i qen me na hangër edhe ikim marrim për nga pylli, e kam treguar një herë për dikim tjetër, pastaj nga pylli na del një luan. Ç'a bëjmë ne? Shkojmë nga luani apo nga qeni? Ikim nga qeni. E marrim qenin në krah, sepse luani frika më e madhe e mposhtë e ul frikën më të vogël. Ne kemi frikë njerëzit. Pse i tutna, pse i frikona, pse i interesona, pse u... Ku dion çfarë shuhet e fjala, s'po vjen e fjala. Ju lajkatona, etj. Sepse s'kemi frikë për Perëndin. Tu nuk po them se s'duhet nderojmë njëri tjetrin. Konteksti është shtirja dhe hipokrizia, mos harroni. Ju e dini historinë e Luterit kur doli përpara Këshillit Katolikës, do të merrem ata që tha jam përpara Perëndisë. Ndërgjegja ime më dënon fjala e Perëndisë shot, Zot, ndihmo, s'mund të kthehem mbrapa, dhe pse ishin gati për ta vrarë gjithë. Sepse kishte frikë Perëndim më shumë se sa njerëzit që ishin mbledhur në atë. John Knox, reformatori i madh skocez, një trem i paepur për Ungjillin. Kur u varros në gurin e varrit ti, u shkrua këto fjalë. Këtu prehet, ma në fjalën prehet, këtu shërohet. Këtu prehet, ai që i friksohej aq shumë Zotit, sa nuk ishte frikë as njëri tjetër. Këtu prehet ai që i friksohej aq shumë Zotit, sa as njëri tjetër nuk i kishte frikë.
Për të krishterët, për besimtarët, të kesh frikë Zotin është gjë më e mirë, më e mençme e duhur. Vetëm budallaj dhe jo besimtari. Psalmi 36 thot, mëkati i pabesit ose i pabesi jo besimtari që është në mëkat, më thon sepse e ka thënë, i pabesi që është në mëkat, i thot zemrës vet, i flet vetes, a budall, i pabesi nuk ka frikë nga Perëndia përpara syve të tij. As ki frikë nga Zoti, vetëm i pabesi, vetëm jo besimtari që është i zhytur në mëkat. Thot, s'kam frikë për i Perëndisë, thot psalmisti. Thot psalmisti. E treta është, a i din çdo gjë. Jo vetëm që e zbulon, do e tregoj të vërtetën. Jo vetëm që frika, du të kemi frikën e tij, por ai din çdo gjë. Është një frikë, si ndryshme thon, është një frikë e sigurt, është një frikë e ditur. Është një njohje e sigurt. Njëherë thotë, nuk shiten vallë 5 harabela për 2 pare. Tani tek Mateu 10:29 thotë, 2 harabela, njëherë për me kuptu logjikën që thotë, 2 harabela shiten për 1 parë, si për 1 cent. Pra ishin shumë të lirë, 2 harabela, 2 zoq janë për 1 cent. Ba me shkutën e tregtar si shet shumë zoq, thotë Luka tani, pra, thotë, ba me marr me mi dhon 2 pare, t'jep 5, ta jep një falas, pra njëri s'ka vlerë fare, se janë 2 për 1, 2 për 1, me 2 monella, t'jep 5, ta jep edhe një falas, merr 4 se një herë pa as pa vlerë, as pa çmim, as pa rëndësishëm janë. Por asnjë prej tyre vjen ret, por asnjë prej tyre, edhe se s'kan vlerë nuk llogaritet, se vlen me nxjerrë i cent prej xhepit për ta. Asnjë prej tyre nuk është harruar për i Perëndisë. Asnjë prej tyre nuk është jashtë shikimit. Është sovraniteti jashtë providencës së Perëndisë. Njëherë që thot më poshtë, edhe fijet e flokëve tua janë të numëruara. Asnjë fije e flokut nuk do të humbas, nuk bjerë, jo vetëm një harabel. Harabeli ai vogël, po është fija e flokut dhe mund mos duket tani se shef mirë kur bjen unë si shoh mirë me heksyze nuk e dalloj. Thot asnjë fije e flokut nuk do të bjerë pa u dalluar, pa u parë, pa u kuptuar. Tani shkencëtarët disa kanë bërë një studim. Shkencëtarët thonë një person bjënt, kush është bjënt ka flok shumë. Sot e kam marrë vesh sot. Shkencëtarët thonë kush është bjënt ka 145.000 fije apo çime e lartë. Dikush është ka flok të kath, kështu të errta, e ka 120.000 fije e lartë. Imagjini 120.000 për person. Sa njerëz janë në botë. Një që është flok kuq, si irlandezët ka 90.000 e lartë, po 90.000 fije flokut. Tashi thot gjitha flokët e kokës thot edhe Mateu dhe këtu janë të numëruar. Tani për disa këtu që s'kan shumë flok, e ke kollaj me janë numëruar. Mund triun një ditë nalëm kur s'kam çfarë janë numëroj se mund të kenë një 200-300 copë. Po dikush që e ka kokën si unë të mbushur plot sa hek keq ai shoku jam me merhatu. Thot asnjë fije flokut. Asnjë fije flokut. Zoti është në dieni, është në kontroll çdo momenti, çdo situatë të jetës tonë. Ju vleni më tepër se i harabeli që s'vlen asgjë, as nuk llogarit me sa more pres harabela, sa 4 copë atë më merr edhe një lajm, s'kam duke, ec more burrë ke falas. Harabel mo. Ule edhe më pak, po i fije flokut. Më po ti fije flokut. Banami, hajt marr se i fije flokut mo. E kuptoni? Ju vleni më tepër. Sepse ne jemi krijuar në imazhin e Tij dhe jemi rikrijuar, jemi rilindur në imazhin e Jezu Krishtit dhe po bëhemi çdo ditë në ngjasim me Krishtin. Dhe vini re, nëse jeni të merruar, kam qenë duke të merruar, thash kur ta marr këtë predikim, si do t'i largohem të merret. Keni frikë, flokët, gjithçka din, gjithçka që ke thënë, gjithçka që ke bërë, që kështu të merremi të merruar. Pastaj është një fund të vargut 7, ma që ka thënë, frik, thot, prandaj mos keni frikë. Dhe i tash na ka fut frikën, tani është duke na nxjerr frikën. Çfarë do të thonë kjo? S'më hani ai total me mua, dhe i tash ishte mush me pas frikë. Sa më hyni frika, më thënë, mos ki frikë, ma lenat, mos ki frikë. Çfarë duke dash më thonë? Jezusi nuk është duke na heq frikën. Është duke na zëvendësuar frikën. Nuk ka njerëz pa frikë, nuk ka frikën e dur. Është duke na vendosur, pra është duke thënë, këtu është duke thënë, me kartër thot një shprehje atë thot, për ata që s'kan frikë Zotin. Sot duhet të kenë frikë, duhet të merrohen. Ata që e kanë frikë Zotin,
ata mos kenë frikë, si janë duart e Adit. Kuptoni? Ata që s'kan frikë, janë kapadai, edhe në mëkatin e tyre jetojnë sikur s'ka Perëndije, s'ka për gjë, se dinoncja helle, se shef, unë ja dola, ne ja rrajta, ne jam. Ata që se kanë se shohin kështu, ata duhet kenë të frikë. Por ata që kanë frikë, i përkasin Zotit e dinë që do në dorë në Zotit, fund fundit, kena po në dorë të Zotit dhe shpëtimtarit tonë, do lëshona. Për ju që e doni Zotin shumë, për ju që e keni frikë shumë, për ju që keni ma parë i dorëzonin dorë ati, se kuj tjetër. Mos keni frikë. Mos keni frikë. Si ju vleni ma tepër se habelat. Sepse për ju, si qëto të romakët, po si ai që nuk dha, si nuk do t'jap gjitha këto, ai që nuk që dha dhe Krisht nuk kurseu Krishtin birin e tij, edhe për ju si nuk do t'jap gjithë këto gjëra. 12, marrë men. Si nuk do t'jap gjitha këto gjëra për ju. Qose i pa frikën e Zotit sot, ki frikë. Qose e ke frikën e Zotit dhe ke shku te kam të Jezu Krishtit, që ai të mbuloj me mëshirën e tij, që ai ta marrë mbi veten e tij zemrimin e Atit që ta kanë ty e mua, e të kanë mbuluar me drejtsinë e tij duke marrë gjithaj zemrimin e drejtë Perëndis. Ki frikë, por nga ana tjetër mos ki frikë. Ke një frikë nderuese sepse gjithçka, sepse kjo frikë, kjo gjithë dije e Perëndis, kjo providencë e Perëndis, na bën të jetojmë për të, vëllezër e motra, jo për tjerët, jo për dikën tjetër. Andaj mund të jetojmë për të. Për atë që vdiq dhe u ringjall për ne. Për atë ditë që kur dalim përpara tij do jetë avokati jon. Do jetë avokati jon, sepse atij i kushtoi trupi, gjaku, jeta, sepse ai u ringjall për ne. Sepse ai u ngrit për ne dhe ul në djathtën e Atit, sepse ai do të kthehet për ne për të na marrë. Lumë ata që janë në Krishtin. Lumë ata që e dinë që Perëndia shet gjithçka, që dinë gjithçka, që jetojnë sipër arsyeve të Perëndis. Lumë ata që kanë frikën e mirë të Perëndis. Ata le të gëzohen sot, e të mos kenë frikë, sepse ne vlejmë më shumë se fije e flokut dhe harabelat. Sepse për ne Perëndia ka dhënë Krishtin, më të dashurin e tij. Le të lutemi bashkë. O Perëndi, ta ndrojmë për fjalën tënde, që është e shenjtë, është e drejtë, është e mirë, është e pagabueshme, është e mjaftueshme për ne. Ta ndejmë për Krishtin, që na zbulon përmes saj, shpëtimtarin tonë, më të dashurin. Ta ndejmë për shpirtin tanë të shenjtë, për shpirtin tanë të shenjtë, që i jep dritë fjalës tënde, që e bën të aplikueshme në zemrat tona. Veprën e çmuar të Krishtit. Na afro të vetja, na afro të Krishti. Na jep frikën e duhur, por na jep Krishtin. Krishtin tanë që na shpëton. Në emrin e tij ne lutemi. Amen.